Ish minatorët të cilët kanë dhënë një kontribut të gjatë në nxjerrjen e Kromit në Bulqizë vazhdojnë të përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Njëri prej tyre është Besnik Hasa, sot në pension, i cili thotë se të ardhurat që merr nuk mjaftojnë për të përballuar kostot e jetesës. Edhe pse ka punuar për 38 vite në nëntokë, Hasa shpreh se pensioni i tij është shumë i ulët krahasuar me shpenzimet e përditshme. Për të siguruar të ardhura shtesë dhe për të ndihmuar ekonominë familjare, ai është i detyruar të merret edhe me bujqësi. Sipas ish minatorit, miratimi i statusit të minatorit do të rikthente dinjitetin atyre që kanë sakrifikuar shëndetin dhe jetën në galeri, duke u mundësuar një pension më të drejtë dhe më të përballueshëm. 38 vjet. Tash po do si ditë. Pensionist, ka 3 vjet, nuk përballohet, jo. Bujqësi, me baktive, e kanë faj sigurimet. I qenë zonde në gjithë privat, gjithë në shtetë. Te si kem ndrullove kërkuni. Pak një bo greva në me demo, shanat ka Tirana, ka Bulqiza, në sëtë jatë se dojnë shkredi të bo greva e gjana. Të si fitëm sot dushna, po kush në jep, krejt drejtat në kanë drejt në gradona me morë. Që i thonë e pensione e gjana. Kemi stalzin sot, po e kemi stalzin. Allah e së mushet menja. Pa thonë dhe dirama dhe është në bol, ja. Edhe ish minatorë të tjerë në pension shprehen se e kanë të pamundur të përballojnë jetesën me të ardhurat që marrin, pas një pjesë e konsiderueshme e pensionit shkon për ilaçe dhe trajtime shëndetësore. Sipas së viteve të gjata të punës në nëntokë, ata vijojnë të kërkojnë miratimin e statusit të minatorit, duke e konsideruar atë si të vetme mundësi për të përmirësuar kushtet e tyre ekonomike dhe për të marrë ato që u takon për kontributin e dhënë ndër vite.